Atëherë, mirëmbrëma të gjithëve, edhe faleminderit për këtë pritje jo të zakonshme, sepse rrallë gjen fshatrat sistemuar në Shqipëri dhe fshatra që kanë, se tani edhe kur bëjnë shtëpit nuk bëjnë fshatin, ndërsa këtu është e bërë qendra e fshatit dhe me të shofun tani kanë marrë dhe fshati yryshin për tu rinovuar, për tu ndrequr. Prandaj më bëri shumë përshtypje qendra e Pilurit. Në fakt, ju e dini të gjithë që prej disa kohësh kadastra ka filluar regjistrimin e pronave, të tokave, të bujqësore, të banesave, edhe të shtëpive të vjetra, edhe të shtëpive që janë për legalizim në fshatrat e Bregut. Përgjithsisht deri tani jemi marrë me zonën bregdetare, sepse interesi për zhvillim në atë zonë ka qenë më i madh, dhe sepse është thënë gjithmonë që jo po do e marrin, po na marrin tokat oligarkët, po na marrin tokat këta, po na i marrin ata e kështu me radhë. Dhe regjistrimi në emër të banorëve të këtyre fshatrave mbylli shumë zëra dhe llafe që ishin thënë. Dhe në fakt, ka 20 vjet që thonë po na marrin tokat. Vitin e fundit që kadastra i hyri punës dhe u mor me regjistrimin në fshatrat e jugut, nuk keni dëgjuar më, nuk janë dëgjuar më llafet e këto llafe, sepse njerëzit panë që realisht u bën zotër me tapi të tokave të tyre. Pasi mbaruam zonat e Bregut, kishim në plan si zonë, si të themi skalion të dytë, si hap të dytë, për të marrë me fashën po të fshatrat të Bregut, po me fashën përtej zonës bregdetare. Me thënë të drejtën, nuk e kishim për të filluar me Pilurin. Piluri me gjithë famën, me gjithë fjalët e veta, me gjithë kapajtëllokun e normal që ka çdo fshat në Shqipëri. E kthyem pllakën, u mblodhëm prapë me drejtorin e hartografisë dhe ridiskutuam, nuk kishte ndonjë ndryshim të madh për të bërë, por sidoqoftë duhet ndronim skemën e punimeve dhe e diskutuam për ta filluar nga Piluri. Tani që po vija në fakt, po shikoja që fshati ka rreth 130-140 shtëpi, ose më mirë, më saktë të themi nga kryetar, sot Piluri sa shtëpi ka? Aktualisht janë me këto ndërtimet e reja që po bëhen, rreth 150 shtëpira. Me sa pa shumë tek letrat e vjetra, që do fillojmë matjet, kemi nxjerrë dokumentacionin, në 91-shin kishte drejtor. Jo, 1 minutë, mos ma fillori si të vi nga fundi, filloj nga fillimi. Atëherë, regjistrimi banesave, sot kanë 150 shtëpi, po shifja dokumentacionin për periudhën e 91-shit, kur ka filluar ndarja e tokës, i binte kishte rreth 136 familje bujqësore në 91-shin. Si duket, o duhet jenë, më duket si çudi që një fshat, mund të jetë fshati i vetëm në Shqipëri që është shtuar, në vend paksohet. Me që do përgjigjene, fshati jonë shtohet çdo ditë e më shumë. Halal e paçi. Atëherë, i bie 136, po, 136 familje në 91-shin, familje bujqësore. Atëherë i bie që në 91-shin, Piluri ka pasur 136 familje bujqësore, të cilat do ju ndahet toka. Toka me ligjin 7501, siç e dim të gjithë, ka zona të vendit ku ka funksionuar ligji dhe është ndarë sipas ligjit, kanë marrë tokën sipas ligjit, kanë marrë dhe AMTP-n e famshme, aktin e marrjes tokës pronësi. Piluri nuk e ka marrë. Nuk është as fshati i para si fundit, kështu që nuk është as turp, po kjo nuk është as turp as nder që nuk i ka marrë me AMTP. Ma thuaj ti njerë pse nuk janë marrë. Faktikisht Piluri nuk i ka marrë për arsye. Ne kemi aplikuar, kemi filluar me aplikimet në anën e Bashkisë së Ajmarës. Kemi marrë dhe topografër, i kemi bërë matjet e gjitha, i kemi vajtur, i kemi aplikuar në Bashkinë e Ajmarës, dhe na ka thënë Bashkia e Ajmarës që ne këto do t'i përcjellim në ASHK-n e Vlorës dhe do vinë dhe do t'u shpërndajmë. Neve dhe sot e gjithë ditë ato mbati që kemi bërë të gjitha kanë humbur, kanë bërë dhe pagesa qytetarët. Po pse kanë humbur? Më fal, ka ndonjë këtu nga 91-shi që është marrë atëherë me kur është bërë? Asnjë. Ë? Asnjë. Asnjë. Po pse? Atë asnjë se dim. Ë? Ha. Po pra këtë po them, pse? Po hajde këtu.
Jo, me 7501 është darë fshati, mos thuaj nuk është darë. Ta kuptojmë gjithë historinë. Ja, 1 minutë, më dëgjoj sekond. 1 minutë, ullu një sekond. Më dëgjoj, ullu, kryetar. Na, mbaj këtë. Më dëgjoj një sekond. Unë nuk kam lënë fshat të Shqipërisë pa bredhur. Dhe halli nuk i ngjan. Si në një fshat, në një tjetër. Para një jave ishim në Kuqar të Fierit, edhe ata ishin si puna juaj. Qa fillosur me njëri tjetrin, bërë qamur, si këshin marrë, kështu që nuk është, prandaj thash, kryetarit që nuk është as turp, as nder. Po duam të kuptojmë arsyet, tani që kemi një ligj që na jep mundësinë të regjistrojmë tokat, duhet të kuptojmë problemin deri në fund. Më thuaj sipas ti sa vjeç je? Jam 70 vjeç. Bravo. Në 91 ku ke qenë? Këtu ke qenë. Afroj çik mikrofonin, na thuaj pse nuk i muart atëre. Arsyeja e parë është se ne nuk jemi mizëqe me toka të agallarëve, të belerëve. Që nuk jeni mizëqe, kjo duke se shkëmbe gur. Shkëmbe gur, bravo. Toka jonë këtu ishte hapur me qilizm, dhe të mbartur, të transportuar, të bërë taraca, edhe çdo pëllëmbë tokë ka emërtimin e të Zotit. Thonë toka e filani, edhe pse u bë kooperativa, edhe mbas kooperativës, tokat nuk kanë ndëruar emërtimin. Ne nuk ishim dakord që jemi dakord me 7501 të shkonim në tonat, edhe pesa tjetër. Pse nuk e bëta shumë? Pse nuk shkuat në tuaj? Nuk deshën ata të mëdhenjt. Nuk deshën. Edhe ne kemi pasaj dhe një tjetër. Më falë tani, kush të mëdhenj nuk deshën? Ju së shtoj Turqia do ushtron të... Po nuk ushtrojnë për shtruar. Po atë, edhe i ratë shkurt pasaj si banin fare. Shiko, kemi rreth 50 familje që banojnë në Imar dhe nuk u trajtuan nga Imara me tokën bujësore. Kemi bërë një vendim fshati që në qoftë se ata nuk trajtuan me tokën bujësore, do të shkojmë në tonat. E kemi vendim i gjithë fshati, ako është fshati. Edhe kjo është po. është vendim i gjithë fshati. Kjo su realizua, 60% nuk i troqin... Sot ku jeni? Sot Secili ka vajtur tokën e tia pa letra? Jo, jemi me 7.500... Një minut. Me qetësi. Jemi me 7.501, ama pa tapi. Pa tapi. Më falë, një minut. Sa më thonë që jemi në tonat, sa më thonë që jemi me... Kemi marrë dhe nga i pjesë, si pas njerëzve. Zotrote si e ke marrë? Ka marrë një pjesë nga e gjyshit. Ka marrë nga të gjyshit? Një pjesë. Po pjesa tjetër jo, kura shorti. Po, kura shorti, pra i e bindur asaj të regullit që kura shorti. Nuk ishte rrugë tjetër. Falemderit. Hajde këtu. Bravo. Atere, kjo është edhe, ja, më dilë këtu në përbal. Ju thash dhe njerë, kam qënë në qindra fshatra Shqipërisë. Si që ka halli njëri, nuk e ka tjetëri. Mos u mundoni se cili të shofi, naty është normale që të shofi problemin e ti, por kini parasysh që neve duke marë problemet nga juve, vrasi mëndin për t'i dhënë zgjidhje. Dhe për këtë gjë kemi ardhur këtu. Tani më dëgjoni njërë ta themi. Atere, zonja më thua ke marë me tokën me 7501. Kjo është ajo famshme AMTP, që tani nuk kam betur shqiptarë që nuk e di që është AMTP-ja. Dhe ju keni marë tokën tuaj, apo tokë të... Aty ku ju ra. Atë, bravo. Atë punoni? Po, e punoni. E ke certifikatën e pronsis? Jo, certifikatën. Kjo është tapin, do me thë. Okej. Ne kemi ardhur për t'ju dhënë tapin. U muar më vesh, shqyqyr. Ku është, ja, një minut. Ku është çështja e vështirësia e tapive? Ju lutem. Vështirësia e tapive është që ka një pjesë, ka fshatra që nuk e kanë marrë fare si pas ligjit. Pra kanë marrë tokën, të lutem se kjo është gjëja më e shtrenjtë që ke për tokën. Me shtrenjtë janë familja, po kjo është për tokën gjëja më e shtrenjtë. Atëherë, ka fshatra në Republikë që nuk e kanë marrë fare AMTP-n. Kanë shkuar ke tokat e gjyshërve. Ka fshatra, sidomos në zonën fushore, poshtë Myzeqeja këto, që kanë shkuar dhe kanë marrë si pas 7501, kanë marrë dhe AMTP-t. Dhe ato e kanë më të lehtë. Ka fshatra që e kanë marrë si pas ligjit 7501, por nuk kanë marrë asë njëra AMTP-t, nuk kanë ndarë AMTP-t. Dhe kanë përshtypje që dhe në Pilur, ka familje që nuk e kanë marrë AMTP-n, pra që e kanë tokën, po e kanë pa AMTP. Ka të tilla, bravo, e more, shikon zotri që janë raste? Ashtu dhe, bravo, atëhere,
Atëherë, gjëja tjetër që do zgjidhim është me drejtorinë, është që familjet që e kanë AMTP-n respektohet AMTP-ja dhe kjo është pjesa më e lehtë e familjeve. Sepse megjithëse drejtori ka syri nuk thot asnjë fjalë as po as jo, thot ta marr, ta shikoj një herë, të shikoj që ka vulat në rregull. Jo, kjo duket që është e vërtetë se tani kjo duket që është e saktë dhe me ashtu dhe pastaj lëshohet mbi këtë bazë lëshohet certifikata. Familjet që kanë marrë tokën sipas ligjit, po nuk kanë marrë AMTP, nëne urdhëro edhe ulu me kujdes, mbajnë atë, rije qetë se ti që nga më të saktat. Familjet që e kanë marrë sipas ligjit, po nuk kanë marrë AMTP, kemi këtu? Atëherë, në 91-shin, ti e ke marrë tokën, kur nda, ke marrë tokën e familje, do të atë që quhet e vjetër, apo ke marrë atë që të dha ligji? Atë që më dha ligji. Por nuk u pajisje me AMTP? Jo. Pse nuk u pajisje? Se mora. Nuk e morët atë. Jo. Dhe që atëre keni mbetur në ajër, pra tokën e ke, por s'ke asnjë dokument që ta vërteton. Okej. Ky është kategoria e dytë që përfshihet në zgjidhjen e ligjit. Që do të thotë, pajisja me AMTP të re dhe pas asaj me certifikatën e pronësisë të familjeve që e kanë marrë sipas ligjit, por nuk janë pajisur asnjëherë. Drejtor, pse e ke iden pse çfarë dokumentash ka për këtë kategori? Një problem. Faleminderit. Po, një problem që kam konsultuar edhe me punonjësit dhe me kryetarin e bashkisë, ka qenë dhe mungesa e kartonave, kopjes fizike të kartonit AMTP-s që të ishte në pronësi ose në përdorim. Dhe shumica që as karton për të dhënë nuk kishte. Ka pas shumë fshatra të cilët nuk janë pajisur me kartoni fizik dhe një pjesë e mirë janë pajisur me formularin numër 6. Pra janë ke listat ke formularit 6, por nuk e kanë marrë dokumentin. Po, 2020 si e parashikon këtë kategori? Fasha e ligjit 2020, e cila parashikon qartë mënyrën se si mund zgjidhet ky lloj problemi. Dhe përkatësisht dhe VKM-ja 1174 që ne lëshojmë një akt që quajmë duplikat AMTP-s. Pra, emetojmë një duplikat për AMTP-n e atij që pastaj i kthehet në certifikat. Okej, faleminderit. Në ditët në vijim ne do ngrem ekipin që do vinë në fshat për të bërë matjet e rilevimin e fshatit dhe matjen e tokave të shtëpive dhe të shtëpive të reja. Të shtëpive të vjetra të kohës Enverit e të Zogut e Turqisë dhe të shtëpive të bëra pa leje. Pra do vinë ekipet tona për të bërë matjet. Do trokasin shtëpi me shtëpi. Nja tjeta mirë, dita, qysh qini, qysh nuk kini, do i thoni, unë kam, pra këtë, me që thot Xhaxhaj që dua pa tjetër të më bjosh mua. Do t'i thoj se cili hallin e vetë. Zonja do i thoj, unë kam AMTP-n, pa tjetër do merë dhe i registrojt kollaj. Zonja tjetër thot që unë nuk kam AMTP, po jam ke listat 06 që i dim neve. Tjetëri që i thot që jo, unë e kam marrë këtu, po kam këtë lloj problemi. Pra do shpjegohet për secilin, do shpjegoj problemin dhe hallin e vetë. Do keni gjithë mundësin për ta bërë këtë gjë ditë pas dite. Zgjidhet ja u thash, pra janë të gjitha kategoritë, për secilin kategori, me AMTP, pa AMTP, me formular 6, pa formular, ata që kanë marrë në tokën e tyre kështu me radhë, e parashikon ligji. Për shtëpitë e vjetra, kryetar, fshati ka sot sa shtëpi ka? Aktualisht? Po. Janë rreth 100 shtëpi. 100 shtëpi. Mos e diti më saktë më? Rreth 150. 150 shtëpi. Do me thënë, janë rreth 15 objekte të ndërtuara pas në Thënjishit, të evidentuara nga ana jo në teren, nga të cilat 5 i kemi mbyllur procedurat dhe mund t'i shpërndajmë vendimet sot, ndërsa diferencën i kemi në proces pasi dy të sjellin dokumenta shoqërues apo plotësues. Pra, atëre, bëre mirë se më kujtove një element. Kur të vi qipa, se po i bëj qipën tani, më thoni një fis tjetër të madh të Bala, ashtu dhe. Kur të vijë i pari balajve të thoj që kjo është shtëpia jonë e vjetër, një dokument çfarëdo që e provon, që e lidh atë me shtëpinë duhet. Se ashtu vidhe unë këtu dhe them që ajo atje është e lameve. Pra, një dokument duhet gjendur që të lidhi familjen me banesën. Dhe gjithmonë gjendet, po të kërkosh gjendet gjithmonë. Një dokument notarial, një që ke marrë një borxha, një gjikundi që të lidhi familjen me banesën. Përveç kësaj, është një dokument që e nënshkruan vetë ai që banon aty, që thot mbaj përgjegjësi penale për këtë që po them që kjo shtëpi është e imja. Që do të thot, po doli nesër dej
që ti po gënjen, më fal nuk e kam, e them në përgjithësi, po doli nesër që gënjen dhe u provua në rrugë gjyqësore, ti penalizohesh sepse ke gënjur. Pra, do të thënë shteti thotë unë nuk merrem fare ta vërtetoj kujt është shtëpia. Unë vetëm do ta regjistroj dhe do them që është e filanit. Filani pastaj ka dhe përgjegjësinë që pse gënjeu, por ka dhe përgjegjësinë për ta ndarë me pjesët e tjerë, pjesëtarët e tjerë të familjes. Tani ne duam një përgjigje nga ana jote për tapit. Po. Që 7501-shit. Po. Dhe ata që s'kan tapi me formularët që kanë formularët 6, po. Po. Veprojmë dot? Po. Edhe ata që nuk kanë as njërën, as tjetrën, pra as AMTP-n, as formularin, por kanë marrë tokën sipas 7501-shit, edhe ata do përfshihen për të pajisur me AMTP dhe më mbrapa. Shumë faleminderit. Këtë përgjigje kërkon. Atëherë. Të falenderojmë dhe ja në trokitje të fortë për shefin. Prit, atëherë, që ta shihoni që ky është një proces i vërtet dhe jo një llafe dhe hajde të ikim. Adrian Mërkuri dhe Anila Andon Kongjini. Kë kemi këtu nga këta. Ai bëre grua, këtu. Jo, shki. Adrian Mërkuri dhe Anila Andon Kongjini. Po. Atëre, kjo është, mbaj pak drejtor. Atëre, Republika e Shqipërisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrit, vërtetim, ky vërtetim lëshohet bazuar në zona kadastrale, e të tjera se shumë e gjatë termat, është për ti ke bërë vendim për miratimin e kërkesës për kalimin pronësi të objektit pa titull pronësie. Pra këto janë shtëpitë e vjetra që nuk kanë titull pronësie. Kjo është dokumenti paraprak, mbi këtë bazë, tani që do filloj procesi i regjistrimit, ti merr direkt certifikatën e pronësisë. Pra, kjo është mënyra si do funksionojë ligji. Shumë faleminderit. Kur e ke bërë aplikimin për këtë? Kryesorja është që e morë. Ore, kur e ke bërë? Lere më kryesore, ta mësoj mua kur e ke bërë. Kemi ja 5 vjet. 5 vjet. 5 vjet. Jo, 1 minutë, 5 vjet s'ka mundësi sepse 5 vjet s'kish dalë ligji. 5 vjet. Edhe më. Atëherë ke bërë kot në atë kohë. Jo, ta them unë. Me ligjin e vjetër, shtëpitë e vjetra i regjistronte bashkia. Bashkit nuk e vun asnjëherë ujë në zjarr. Jo se kam për Himarën, po e kam për gjithë Shqipërinë. Me ligjin e ri me 2020-ën ky proces na kalon neve dhe gjëja në fakt funksionoi. Ju faleminderit. Andon Manol Kongjini. Vendim për miratimin e kërkesës për kalimin pronësi të objektit pa titull pronësie dhe truhet funksional. Atëre, totali 300 m2, ndërtesa 90 m2, shtëpi e vjetër. Po, shtëpi e vjetër, po. Tuaja e familjes. Takzoni, kush e ka bërë aplikimin për këtë? Djali ti. Djali e bërë? Po. Ti e ndoqe? Të njëjti me primdhej si i kunati. Në një kohë ke bërë dhe ti, në atë kohë? Po. Në para 5 vjetësh. Po atëherë, thash, atëherë kishte bashkia se kishim neve. Doli ai ligji që i bënte. Takzoni. Vendim për legalizim, ky është, pra këto ishin 2 raste të shtëpive të vjetra. Ky është rast i legalizimit të shtëpive të reja, bëra pas 90-s. Vendim për legalizimin e ndërtimit pa leje, Andon Kozma Qipa. Nga Qipa dhe tu është kjo apo? Ilir Qipa. Ja, djali. Dilë sekond të. Parashtrimi fakte, 210 metra ndërtesa, 500 metra parcela ndërtimore, e të tjera, zona kadastrale 2960. Më thuaj, keni ndërtuar në tokën, shtëpia është kur është bërë? Shtëpia është e vjetër, e gjyshit, e babait. E gjyshit? Po. E keni rindërtuar tani, çfarë keni bërë? Është rindërtuar, po. Është rindërtuar tani. Është në tokën tuaj apo në tokë të... Në tokën tonë. Toka tuaj, por pa letra. Me tapi të vjetra, nuk e dini nëse ka letra, si gjithë fshati. Po pingën e sherrës ke, po. Se të kishte tapi nuk vje këtu të përfundoj kjo. Takzoni edhe shëndet. Kur të kaloj tani regjistrimi, ju e thjesht mbi bazën e kësaj bëhet marrja përfundimtare e certifikatës. Faleminderit ju. Drejtori ka këtu gjithë dokumentacionin për gjithë pjesën tjetër të shtëpive të vjetra. Do bësh një listë. Shude, do t'ja japësh kryetarit, kryeplakut, ta ketë këtu dhe ti lajmëroj që të ka dalë letra e kështu.
të gjithë duhet kenë një vajzë, një djalë, një nip, një mbes që në shtëpi që mund t'i ndihmoj për të bërë. Ua ka marrë unë përsipër të gjitha, do të mbyllum këto çështje të gjitha. Po edhe për Albanian ua ka marrë unë përsipër do hapun të tërve. Atëre, Polo Milo Boçi. Polua. Po, është këtu Polo. Ja, mbrapa. Vetëm që po më del që ata që janë më të urtët atyre u del vetë, pa bërtitur, pa gjë. Kush të ret? Atëre, Polo, shtëpin kur e ke bërë? Ka 200 vjetë. 200 vjetë? Me tahmina po vërtet ka 200 vjetë? Jo, me tahmina e thua 200 vjetë apo? Jetoj vetë, jam darë me vlanin 100 vjetë të vajta unë ashtinë. Të mora vesh, okej. Ky është dokumenti i shtëpisë. Më dëgjoj një sekond. Dokumenti ka afat 30 ditor, 30 apo 45 ditë? 45 ditor. 45 ditë nga sot, kushdo ka të drejtë ta reklamoj. Pra të thoj që shtëpia që i dha zotris nuk është e zotris, por është timja. Atëre, ju lutem. Vetëm që kjo punë nuk bëhet me letra si bëhet me letra qimoti, letra anonime, që pse ja dha të Polos, nuk është e Polos, është e Qipës, po bëhet me ndershmëri. Kush ka pretendime, ka 45 ditë kohë të thoj që ja keni dhënë gabim. Pas 45 ditësh kjo hyn automatikisht në fuqi dhe kthehet për të bërë për tapim përfundimtare. Në rregull? Ta gëzosh? Edhe shëndet. Ç'fëmijë ke? Kam 8 fëmijë. 8 fëmijë? Po shtëpinë kujt do ja ulesh nga ta? Lërja, dëgjoj mua. Jo, dëgjoj, të them një gjë. 1 minutë, më dëgjoj një sekond, 1 minutë. Më dëgjoj. Ti pastaj bëj si duar se unë e di se jam. Shtëpinë e kemi si zakon. Po. E merr i vogël. Atëherë, 1 minutë, 1 sekond. Më dëgjoj këtu. Edhe kjo është prapë për të gjithë, ju lutem. Dhe madje kjo nuk është për të gjithë këtu, po është për gjithë Shqipërinë. Ne shqiptarët jemi mësuar me fjalë pa letra. Shteti modern ka letra. Në qoftë se ti shkon me mendjen që do t'ja lë djalit vogël se kështu e do zakoni, unë të garantoj që ti të rosh edhe 100 vjet të tjera, po kur të ikësh ti nga kjo botë do futet në sherr. Sepse ligji ja u njeh bashkarisht nëse ti nuk ja lë me letra dikujt. Kështu që ulu, merr një noter, bëj një testament dhe lërja kujt të duash, do shpirti. Kështu që lëre me letra, se vetë po e le me zakon, që e ka zakon e kështu, vetëm do i lë sherrin brenda. Bravo, edhe... Bravo, është gjë më e mirë se ne jemi mësuar pa letra. Atëre. Lene Mërkur Bala. Lena. Urdhë, më e urta, AMDP në kishte, shpinë e more, ju vazhdoni bëni... Urdhë, bravo të qoftë, me kë jeton atë shtëpi? Bravo. Atëre, pas 45 ditësh, po nuk hyri njeri që ta bëjnë në ankimi me ndonjë gjë, ajo hyn automatikisht në fuqi. E ka ligji 45 ditë, kështu që... Atëre, Berti Odiseo Mërkuri dhe Irma Lavdërim Mërkuri. Po me pran Irma. Berti. Ta gëzoni edhe shëndet. Në fakt, ky 45 ditë nuk shërben vetëm për ta ankohet fshati. Shërben edhe vetë që e more, mund të kemi bërë një gabim aty drejtoria, jo së 120 metra, por 130 metra. Pra ka kohë për të bërë korrigjime. Fotina Irakli Thanasi. Fotina, ti banon këtu? Me këja aty në shtëpi? Me fëmijët. Do të thënë atyre ju mbetet shtëpia. Bëj letrat, se me amanet nuk lihet ajo punë. Po do shumë, po ruan, po... Moj ti të roqë edhe 100 vjetë. Po bëj letrat... Ata, se sa do roqë e ka vendosur a i lartë. Se kujtë e alë shpinë e vendos ti. E vendosë mos i lëmë... Shëndet e gëzuar. Vangel Lefter Mërkuri dhe Liri Dhima Mërkuri. Pse thot Thanas? Ti e djali i Vangelit. Ta gëzoni edhe shtëpia kur është bërë? Edhe ti 300 vjetë. Brezi 6 që janë rojnë atë shtëpi. Edhe 6 breza tjera ty të jenë.
Pa. Jo, i ti, e unë brapa. Jo, nxjerr gruan. Atëre, takzoni shtëpia kur është bërë? O, është 200 vjeçare. 200 vjeçare dhe ti. Unë e kam bler nga të tjerë. Po jo, ti je çup këtu apo? Edhe bi jam, edhe bi edhe. Edhe bi edhe nuse në fshat. Dua t'ju them të gjithëve, gëzoni sonte. Se është një natë shumë e mirë, është një festë e madhe. Nuk kishim asnjë dokument. Flinim në shtëpi, u martuam, lindëm, rritëm, fëmijëtan, po dokument s'kishim asnjë. Prandaj këtë ditë sonte ta gëzojmë, jo të bëhemi me probleme të tjera, të hapëm probleme të tjera. Pasuria jonë janë fëmijët edhe kjo sonte. Asnjë gjë tjetër, unë këtë pasuri di. Faleminderit, të lumt goja. Me gjithë shefat e ti. Atëre, faleminderit të gjithëve, ishte sinqerisht kënaqësi. Tani unë do ulem diku aty të pi dhe një qikuj se në u tha gjuha, kush ka ndonjë hall, po ma dhat një pagure ujë, mirë, po s'ma dhat prap mirë, kush ka ndonjë hall dhe diskutojmë, se kemi dhe drejtorin këtu, ka dhe specialistët. Faleminderit dhe punë të mbarë të gjithëve. Kryetar, faleminderit.